Sot kemi kënaqësinë edhe të mirëpresim në emisionin tonë zotëri Berat Durakun, drejtorin e shoqatës për fëmijë me aftësi të kufizuara Vlera. Përmes përkushtimit të tij ai ndihmon çdo fëmijë të ndihet i vlerësuar, i përfshirë, po edhe i fuqizuar. Ai është një shembull i qartë se vlerat e respektit, barazisë dhe dashurisë për fëmijët mund të bëjnë një ndryshim të madh. Faleminderit Berat që je pjesë e emisionit dhe faleminderit edhe për punën që e bën. Faleminderit shumë, është kënaqësi dhe privilegj të jem pjesë në këtë emision të veçantë. Pasi që të kemi për herë të parë në emisionin tonë, do fillojmë pak a shumë me ty, po pastaj do dalim edhe tek shoqata nëse ka mundësi të të njohin edhe më mirë shikuesit kush je, si je, pse lindi ideja për gjitha këto veprimet humane tua, dhe pastaj do dalim edhe tek vlera e vlerës në fakt. Jeni një defektolog dhe magjistër i vështirësive në mësim. Çfarë të ka qenë arsyeja kryesore që ti u fokusove pikërisht në këtë drejtim? Realisht, unë në fillim kam qenë një defektolog dhe punoj në shkollën e mesme Ismet Jashari, në gjimnazin, në Likov, dhe njëkohësisht edhe drejtor themelues një qendre për edukim special Vlera, kurse më pas kam vazhdu edhe magjistraturën te fusha vështirësitë specifike në mësim. Kjo më ka rastis gjatë identifikimit dhe zbulimit të vlerësimit të fëmijëve dhe të nxënësve në atë shkollë, kam pa dhe kam vërejtën disa vështërsi të cilët siç janë disleksia, vështirësi në lexim, disgrafia, diskalkulia e tjerë, e kam pa se është një fushë shumë pak e njohur, shumë pak e prekur, por shumë e nevojshme. Këtë nuk duhet ta anashkalojmë. Shumë mjaft specifike. Domethënë shumë e vërtet dhe gjëja më interesante ku unë jam motivuar të vazhdoj në këtë fushë ka qenë me siguri edhe juve dhe shumë shikues na kujtohet e kaluara kur para disa viteve kanë qenë më pak të njohura këto termët e vështirësive në mësim, disleksia, disgrafia, diskalkulia, përqendrimi i vëmendjes, pa mos u futë pjesa e çrregullimeve më të rënda siç janë autizmi e disa kategori tjera, por të vështirësia specifike në mësim e potencoj pasi që edhe ai motivi për me shku në këtë fushë të studioj, ka qenë pasi që edhe punoj në institucion, domethënë në gjimnazin Ismet Jashari, edhe kam pa të nevojshëm se këta persona, këta nxënës meritojnë një specialist për identifikimin dhe zbulimin në kohë sa më të hershëm për të arritë suksesin e duhur. Këtu kemi shumë çka të flasim, por ajo e rëndësishmja është të arrismi të personi i cili e posedon vështirësinë, siç thash edhe më herët, varësisht nga ajo diagnozë. Si mund të detektohet? Kemi mjete, kemi teste, kemi programe speciale ku ne gjatë punës individuale edhe vëzhgimit nëpër orë, domethënë tek nxënësit, arrisim të dhem në theks këta persona, këta nxënës, ku nga momenti që në fillim blind ajo dishimi, më pas punohet edhe në punë individuale, domethënë në zyre. Dhe ka sukses sigurisht pas një pune të konstante dhe koncize, saktësisht për problemin që e posedon. Unë shpesh e kam potencu se çdo energji nëse kanalizohet në një pikë të caktuar, pa dyshim do vjen suksesi. Vetëm na nevojitet motivi. Motivi, vullneti dhe qëllimi deri te realizimi. Kemi, domethënë, me shumë të raste ku domethënë kemi pas suksese të mjaftueshme në këtë aspekt. Si doja shpjegoni për publikun e gjerë që po na shikon tani rëndësinë e një defektologu në shoqërinë tonë tani, sidomos në këtë periudhë ku problemet janë edhe më të shumta tek fëmijët për shkaqe të shumta dhe të ndryshme duke filluar nga celulare që e kam tani. Shumë herë e them edhe para nxënësve edhe kur jam në për ndonjë ligjërat, defektologu është urë lidhse mes nxënësit, fëmijës dhe mësimdhënësve ose prindit. Ose këtu do t'isha sqaru pak më shumë nëse flasmi për trekonshin didaktik. Domethënë nxënësi, defektologu dhe prindi. Ose anasjellës në shkollë ku është mësimdhënësi.
në periudhën e fundit, defektologët ka një rëndësi të veçantë në identifikimin dhe në sqarimin e prindërve, bashkarisht kuptohet, domethënë në një ekip multidisciplinar, që mund natë shkollë ku jam unë, kemi domethënë në psikolog, sociolog, pedagog dhe defektolog. Ne bashkarisht, si ekip, punojmë në pranimin e këtyre nxënësve dhe tash është mirë të potencojmë të cekmi se nga ky vit, nga shtatori këtij viti, në gjimnazin ton kanë filluar të jenë prezent edhe asistentët personal për këta nxënës, për këta persona. Roli i defektologut është të ketë bashkëpunim mes nxënësin, prindin, profesorin dhe asistentin. Në një farë forme është ajo ura lidhse me këta persona. Dhe në shoqëri ka një rëndësi të veçantë në njoftimin dhe informatat e duhura të prindërit në ato paragjikimet e mëparshme. Defektologët, po më mirë të themi edukatorët special, kanë luajtur një rëndësi të veçantë në pranimin e fëmijës në atë gjendje i cili është ai moment. Sipas eksperiencës tuaj tek shkolla apo gjimnazi Ismet Jashari, cila është qasja e nxënësve dhe mësimdhënësve ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara? Ka filluar më edhe ata të vedjesohen, sidomos nxënësit, kanë filluar të vedjesohen dhe të i pranojnë sa më mirë, sa më ngrohtë personat me aftësi të kufizuara? Gjimnazi Ismet Jashari gjendet në Likovë, në komunën e Likovës, ku është komunë rurale. Unë këtu mund të them se në gjimnazin ton është një gjë për të krenu në këtë aspekt. Ende nxënësit ton janë melankolik, ende nxënësit ton kanë të zhvilluar atë empatin, atë bashkëndjenjen për nxënësit tjerë. Duke fillu nga drejtoria e deri te ai punëtori higienik. Të gjithë jemi të kujdesshëm në pranimin e këtyre personave. Duke fillu nga kushtet arkitektonike, nga programet speciale, nga mjetet didaktike, e kështu me radhë. Po mbi të gjitha, e rëndësishmja e atij nxënësi, e atij personi është pranimi në atë formë që është. Pa mos e analizu në pikën që ne dojmë. Disa herë potencuat se nëse ne të gjithë e vendosim energjinë tonë tek një qëllimi i caktuar, nuk ka shans mos arrihet qëllimi apo mos pasur rezultate të mira. Kur e kuptuat që misioni juaj është pikërisht ky, që nuk është një punë e thjeshtë, po thjesht është mision i yt që t'ju ndihmojë të tjerëve. Cili ka qenë ai moment? Po janë disa momente, unë edhe gjatë periudhës që kam qenë student, nga viti i dytë kam filluar të ndjek praktikë të profesorit, tashmë edhe mësuesi i jetës, profesor Megjen Hamzai. Unë gjithherë kam potencuar dhe dua të jem falënderues vazhdimisht, sepse ai më ka hap mundësinë ta shoh atë pikën time ku unë duhet të kanalizohem dhe unë duhet të orientohem. Kurse më pas, nga momenti që unë përfundova studimet, e është rëndësishme sepse kjo pika ime duhet përkushtim, vullnet, punë dhe mos të ndalemi. Në për çdo çështje, në për çdo vendimarrje të rëndësishme ekzistojnë ato vështirësi. Por dëshira deri te realizimi ka qenë më i madh se sa dështimi. Ajo nevoja, ajo ideja sepse ne kemi nevojë veçanërisht në pjesën e Kumanovës dhe Likovës, përveç asaj dëshirës të kalojë edhe në obligim, mision, qëllim deri te realizimi i një pike të caktuar. Do ndalemi pak te art terapia, sepse juve edhe keni trajnim në art terapi. Çka më saktësisht është kjo dhe si arrihet në sukses nëpërmjet art terapisë? Unë kisha pas dëshirë ta spjegoj me thënien e Picassos. Patjetër. Sepse nga vetë thënia do spjegohet gjithçka. Picasso shumë mirë potencon. Arti është gënjeshtra nëpërmjet të cilës më mirë njohim të vërtetën. Unë personalisht art terapien e përdori si mjet identifikues në zbulimin e disa vështirësive të nxënësit, të prindërit, të fëmijët. Një vije thjesht për ju,
për neve ekspertët ka një domethënie. Ju i lexoni ndryshe. Po. Si ato recetat e mjekëve që ne e kemi të vështirë t'i kuptojmë, po mjekët me njerë e dinë. Shumë e vërtet. Ka raste ku shumë persona, domethënë në shumë nxënës, ngurojnë ta flasin një emocion përmes zërit, kurse përmes ngjyrës dhe përmes dorës, ata e flasin në kohën dhe në momentin më të duhur. Art terapia është një teknikë e cila përdoret tash e 5 vite, edhe tek gjimnazi Isme Qashari, edhe tek shoqata për edukim special Vlera, për identifikimin, zbulimin dhe intervenimin në kohën e duhur. Janë disa mjete, janë disa teknika, në të cilën e shoqërojnë art terapien deri te realizimi i suksesit, deri te tejkalimi i një barriere, të cilën ne e kemi problem ta shpalosim, kurse përmes art terapisë ne zbulojmë, punojmë dhe fokusomu ta diskutojmë atë problematikë. Te pjesa e art terapisë, një profesor shumë i famshëm e ka potencu një shembull shumë bazik, thotë psikoterapisti duhet ta luajë rolin sikur ai personi i cili punon një punë të thjeshtë, ai bageristi të bëj gropime, por mos të dëmtoj. Ne përmes art terapisë nuk duhet të shpejtojmë në paragjykime, në diagnostifikime, por thjesht duhet ta përcjellim dhe ta mirëkuptojmë atë në situatën të cilën është momentalisht. Po psikoterapia pozitive, si ndikon tek prindërit, po edhe tek fëmijët, se me sa e di, kjo edhe për prindërit vlen psikoterapia pozitive. Pasi përfundova specializimin e art terapisë, më lindi ideja dhe më lindi dëshira të vazhdoj edhe një specializim për psikoterapinë pozitive, konsultanti psikoterapisë pozitive. Kjo ndikon përmes të folurit, përmes komunikimit, përmes bashkëndjenjes, të zhvillojmë empatinë, të zhvillojmë mirëkuptimin dhe të zhvillojmë procesin e tejkalimit nga një situatë në një situatë ndryshe. Këtë e preferoj dhe e praktikoj më shumë tek prindërit, të cilët në fillim janë të thyrë emocionalisht. I kuptoj plotësisht, edhe unë gjithherë edhe me stafin tim e them, prindërit kanë drejt gjithherë, edhe kur nuk kanë drejt, ato kanë drejt. Për arsye, për arsye se gjatë psikoterapisë pozitive, gjatë aplikimit të psikoterapisë pozitive, ne e shohim atë zërin të cilin në është zgulfatur. Atë zërin të cilin nuk ka pas mjet identifikus për ta nxjerrë atë zër. Ne shumë zëra kemi të brendshëm ku shumë pak i punojmë atë zëra. Me një fjalë si për ankthet që i kemi në ëndra që duke filluar ankthet, stresin, depresionin e shumë tjera, por mbi të gjitha ekziston ai zëri jon i brendshëm, ku neve pak na duhet të shpërthejmë dhe të tregojmë sukseset. Shpeshher herës fundit isha në një konferencë në Prishtinë, edhe pata nderin dhe pata mundësinë të flas në këtë fushë dhe e potencova pse ne si shoqëri gjithmonë folmi për gjërat negative, ato mungesat, nuk folmi për aftësitë, për potencialet. Shembull, unë edhe te pjesa e personave me nevoja të veçanta. Unë personalisht nuk dëshiroj ta shoh atë pikën e errët, po atë ndriçimin, për atë aftësinë. Secili person në vete ka një talent, secili person në vete ka një aftësi, e përmes psikoterapisë pozitive dhe art terapisë ne zbulojmë atë pikën e fortë dhe ne zbulojmë qëllimin, metodat, teknikat dhe rrugën deri te realizimi i suksesit. Po, përmendet edhe konferencën e fundit që keni mbajt, po nuk është e vetmja dhe e para, as e fundit. Cilat nga trajnimet dhe konferenca që keni marrë pjesë brenda dhe jashtë vendit, cilën përvojë do e veçonit të më së shumti si më të vlefshme? Pasi që gati 9 vite janë bërë nga kjo eksperiencë jona, por unë do e veçoj trajnimin dhe seminarin e parë. Gjërat në fillim më shumë bëhen mend. Nëse analizojmë në numër,
organizimi I parë ka qenë me 20 persona ose 40 persona, por organizimi I fundit ka qenë me 150 ose 300 persona, varësisht nga jone, por ideja dhe qëllimi ka qenë se organizimi I parë ka qenë një barierë, një thirrje e një barriere deri te shoqëria, deri te prindërit në atë komunë. Ka qenë organizim nga përsëri nga profesori im, profesor Migjen Hamzai, me temën pranoni fëmijët në formën pa mos ja analizu diagnozën. Një temë e cila sot dhe kësaj dite, nëse nuk gaboj viti ka qenë 2016-17, në atë moment shoqëria jonë, komuna jonë ka pa diçka të rëndësishme. Kurse nga konferenca e rëndësishme ka qenë në Tiranë, e rëndësishme ka qenë në Prishtinë, por shumë e rëndësishme ka qenë takimi I fundit në Turqi, sepse kena pas mundësinë të jemi nga afër, të shohim metodat, planet, programet, seminaret të ndryshme të kësaj fushë. Programe më të avancuara, domethënë nga situatat e fundit, problematikat e fundit, kemi pas mundësinë të I shohmi edhe testet identifikues për këta persona. Para 9 viteve liu lindi ideja edhe për ta krijuar atë shoqatën e vetme në Likovë, Vlera. Si lindi ideja për këtë shoqatë dhe cili është misioni kryesor? Shumë herë kam theksu këtë, po kam e vazhdu edhe shumë herë do ta theksoj se çdo ide, çdo dëshirë, unë mendoj se lind me nevojën. Në fillim lind nevoja, më pas vjen ideja, më pas vjen dëshira. Si çdo person analizon dhe kalkulon në pjesën të cilën ai graviton. Pasi që ne ishim në një vend ku nuk ka pas një qendër të tillë, unë kam pa të nevojshme të rrugës, sepse I nevojitet një qendër edukative, rehabilituese për këta persona. Rruga deri tek realizimi ka qenë goxha e vështirë, por ka qenë e qëllimshme dhe me përkushtim të veçantë. Kurse qëllimi jonë është të bëjmë atë sensibilizimin, njoftimin e çdo prindi, e çdo personi, e çdo kategorie, se Vlera I ka dyert e hapura por çdo kënd, në çdo kohë dhe për të gjitha vështirësitë cilët I posedon. Pasi që Vlera tashmë ka një ekip multidisciplinar, duke filluar nga psikologu, defektologu, psikoterapisti, logopedi, e kështu me radhë. Juve tani frekuentoni edhe në qytetin e Kumanovës, përpos në Likovë, dhe në fillimet e para e përmendet se keni pas shumë vështirësi, dua pak na tregoni edhe atë momentin ku keni filluar saktësisht dhe sot ku jeni. Për me qenë shumë realist, në fillim kam filluar në një objekt, domethënë aty ku edhe vetë jetoj në shtëpi, në një 12 metre katror, në një aq të vogël, në një garazh mund të themi, nga investimet bazike, personale, familjare, por ajo dëshira e madhe arriti të jemi lumtur edhe në ato kushte shumë të vogla, edhe në ato kushte shumë pak me mjete, shumë pak me teste identifikuese, shumë pak me atë motivimin cilën e kemi tash. Por me rritjen e interesimit të prindërve, ne u dashtëm edhe në atë kushte të vogla të zgjerohemi, të krijojmë kushte më të avancuara. Tash e 5 vite, ne frekuentojmë, punojmë edhe në qytetin e Kumanovës. Për arsye se e kena pas të nevojshme dhe shumë nxënës të cilët dhe shumë fëmijë të cilët adasht të udhtojnë nga qyteti deri në fshat në Likovë dhe ne kena pa të rrugës të jemi tash në Kumanovë. Tash për momentin jemi në Kumanovë dhe në Likovë, punojmë. Por çka është shumë e rëndësishme dhe shumë e nevojshme ta potencojmë se kemi edhe diterapistë të Vlerës, cilët punojnë, domethënë jetojnë, punojnë në Zvicër dhe në Austri. Po, si është funksionimi me ta? Realisht fëmijët të cilët janë gjatë sezonës të verës, pushimeve, punojnë tek qendra jonë dhe
kemi atë lidhshmërinë, atë bashkëpunimin mes terapistëve dhe prindërve të punojnë edhe jashtë sezonës verës me këta persona. Unë personalisht jam supervizori dy terapistëve, i ndihmoj, i supervizoj dhe i mbikëqiri për ecurinë dhe suksesin e këtyre personave. Dhe në fund ata ju japin juve një llogari se si ka ecur puna e fëmijët? Po, për rastësi jemi ajo ura lidhse mes prindit, terapistës dhe fëmijës. Sa fëmijë momentalisht janë të përfshirë dhe cilat janë shërbimet, e gjitha shërbimet që ju ofroni, sepse me sa kam kuptuar që nuk ofroni shërbime vetëm për fëmijë, po edhe për të rritur. Po. Realisht për momentin pasi që jemi edhe në shtator, gjithherë shtatori e tetori janë muaj të cilët rritet numri, për arsye se rritet edhe interesimi disa prindërve. Për momentin, dikun mbi 55 fëmijë deri në 60 fëmijë janë, cilët në Likov dhe Kumanov morin atë edukimin e duhur, trajtimin e duhur, dhe ka shërbime logopedike, defektologjike, psikologjike dhe psikoterapeutike. Si që thatë edhe më herët, tash e 3 vite ofrojmë edhe shërbime për të rriturit. Ofrojmë, domethënë, kemi psikologë klinike dhe psikoterapist, të cilët punon në mirëmbajtjen e shëndetit mendor te këta persona. Një rëndësi të veçantë nuk duhet ta nashkalojmë, rëndësia, ajo energjia e prindit, kanalizimi tek fëmija. Kjo është shumë e rëndësishme. Para se të punojmë me fëmijën, neve na duhet të njohim natyrën, emocionin e prindit. Çfarë emocioni i servon atij fëmije? Fëmijo. Para ca viteve dhe vete përmendet se ndoshta do tema kanë qenë më tabu dhe të thuash se shkoj në psikolog ka qenë sikur ti nuk je mirë me mendjen, edhe pse është një gjë shumë e mirë dhe shumë e shëndoshë që mund ta bëjmë për veten, është që të bisedojmë me një psikolog, sepse mirë thatë edhe ju, sepse shëndeti mendor është gjëja më e rëndësishme që mund ta bëjmë për veten, të kemi një shëndet mendor të shëndosh dhe një dhuratë shumë e madhe që mund ta kemi. Sa janë të vetëdjesuar tani njerëzit për qasjen ndaj psikologut, takimet me psikologët, bisedat e lira me psikologët, sepse ka edhe nga ata të cilët ka nevojë, janë të vetëdijshëm, po i frigohen edhe sekreteve, i frigohen ndoshta se mos vallë do më del ndonjë fjalë apo nuk e di çfarë. Unë kam ato ende tabut e veta. Si është puna me vetëdjesimin dhe me besimin drejt psikologëve? Ka një ndryshim, mund të them nga dekada e fundit, unë mendoj se mbi 75% ka një ndryshim pozitiv në këtë aspekt. Duke pranu fëmijën, duke reagu, sepse unë, nëse nuk gaboj dikun, di seminare kam organizu për identifikimin e hershëm, për pranimin e hershëm. Këta persona, tashmo psikologun e shohim si një qelës i një problemit të caktuar. Më herët, si shtatë edhe ju, ka qenën e sikletshme të pranohet një gjë e tillë. Por një duhet ta dimim, problemet e fundit, domethënë që janë aktuale, na kanë bërë të nevojshëm dhe na kanë detyruar që ne të jemi më aktiv në këtë aspekt. Duke ndikuar, shpesh e kam potencuar edhe ju media, ju keni një rëndësi të veçantë pozitive në këtë sferë. Por ajo pranimi dhe besimi i një terapisti te personi ka një rëndësi të veçantë. Duke filluar nga ajo rregulloria, çdo terapist e din rregullorën e gjërave sekrete, individuale, personale të personit. Nga momenti që ne punojmë me këta persona, ne bashkëndjejmë, ne zhvillojmë atë empati që këta persona të zhvillojnë edhe ata empati për ne. Ta kuptojnë vendin. Më herët ka qenën e vështirë, kurse tash e kanë pranu dhe janë duke trokit në përdyrë të rëndësishme, duke fillu nga psikolog, sociolog, logoped e kështu me radhë. Por rëndësia e veçantë, mund të theksoj,
në periudhën e fundit, fokusi kryesor është dhe duhet të jetë tek psikologu dhe sociologu. Për arsye se shoqëria jonë sa më shumë ne po i flas mbi këta probleme, unë po mendoj se më shumë po rritet numri. Është një thonjë e një psikologut, Will Davis, ku e potencon shumë mirë, ku thot sa më shumë psikolog, më shumë klient. Po. Unë e kam analizuar, jo më shumë klient, po më shumë po vetëdijsohen deri tek pranimi dhe deri tek identifikimi i një problemi të tillë. Për arsye se ndoshta edhe më herët kanë qenën, por ajo brenga se si po reflektoj tek tjerët ka qenën e sikletshme. Dhe ndoshta kanë qenë të ndikuar nga stereotipet, mos të jenë të parët që janë duke u ballafaquar me një problem të tillë. Çfarëdo që të jetë, ndoshta njerëzit edhe kanë pas hamendje dhe ngurtësi në vete që të ngrejnë zërin dhe të thonë se po, fëmiju apo unë po përballem me një depresion, sepse dhe fjala depresion ndonjëherë ka pas më herët pasoja të mëdha, sepse po vuan nga depresioni sikur të jetë punë e madhe që nuk ka njeri në jetë një herë që nuk e kalon depresionin. Cilat janë sfidat më të mëdha që ju i hasni si një shoqëri, si një shoqat? Shife, çdo shoqat, çdo qendër ka sfida në vetëm, por ajo më e rëndësishmja mund të themi është duke filluar nga mjetet metodike, didaktike, kushtet, gjërat më bazike dhe mund të themi ajo transporti i prindërve, sepse ne kemi shumë prindë të cilët jetojnë ndoshta mbi 15 km larg qendrës dhe ajo është e mundimshme për këta prindër deri tek ardhja në qendër për të marrë, domethënë, atë fëmijën dhe për ta prunë. Por ajo e rëndësishmja, domethënë, që neve na nevojitet është programet e avancuara, testet e avancuara, mjetet didaktike, librat auditive, vizuele, e kështu me radhë. Po këtu është një gjë shumë e mirë, se tash para disa ditësh isha në një takim me disa kolegë nga Turqia, ku na premtuan se do na dhurojnë disa mjete identifikuese, programe të avancuara, së fundmi në këtë fushë, dhe unë mendoj se nga ato akumulimi i këtyre informatave, nga akumulimi i këtyre testeve, nga grumbullimi i këtyre mjeteve identifikuese, ne do e kemi edhe më vështirë te i kalimin e kësaj situate momentale, aktuale që është në vend dhe në qendrat të cilët na shoqërojnë në këtë periudhë. Po sa është i hapur komuniteti për integrimin e fëmijëve me nevoja të veçanta? Këtu unë mendoj se jo që nuk është i hapur, por duhet t'i jepim edhe mundësi. Shpeshherë kam potencuar edhe te pjesa e këtyre personave, pse mos të kenë mundësi këta persona të punësohen, të punojnë. Në vendet e jashtme veç se kanë filluar. Po, në vendet e jashtme, Kosova ka ecë shumë, Shqipëria domethënë është në nivel domethënë të mirë. Ne mendoj se duhet fokusi kryesor të jetë te këta persona, të mendojmë pas moshës 18 vjeçare ku të orientohen këta persona. Ka persona të cilët kanë dëmtime të lehta, që mundën të kryejnë një punë të tillë, por nuk janë çdo mundësia. Kurse ajo bashkëpunimi, unë mendoj se është në nivel të mirë, po duhet gjithmonë të kemi përmirësim edhe në këtë aspekt. Më thoni se a bashkëpunoni me shoqata apo institucione ndërkombëtare dhe nëse po si ndihmon kjo, sepse përmendet edhe Kosovën, përmendet edhe Shqipërinë? Po, ne kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm me shumë shoqata, brenda dhe jashtë shtetit. Së fundmi, siç e thash, kemi vizituar edhe disa qendra edukative në Austri, më herët isha në Zvicër, në Turqi, kemi bashkëpunim të vazhdueshëm me disa qendra në Kosovë dhe Shqipëri, edhe në vendin tonë, në Maqedoni, të cilët janë në kryeqytet dhe në Tetov, dhe kjo na ndihmon jashtëzakonisht në përvojat e disa terapistëve, sepse Sokrati ka thënë atë thënien shumë të mrekullueshëm, unë di se s'di asgjë.
Po, atë ditë faktën, po. Çdo herë ne e shohim se sa gjëra nuk pas me ditë dhe sa gjëra ne duhet të i mësojmë për ta arritë suksesin në kohën e duhur dhe sa më parë. Po, ndoshta e kemi parasysh, po nuk e kemi ditë ndonjëherë edhe çastin dhe mënyrën. Keni ndonjë histori shumë prekse të cilën do e kishit të nda që ju ka bë të mendoni pak më ndryshe? Një histori shumë prekse, prej shumë historive prekse, është mund të them personi i cili për herë të parë ka arrit ta shkruaj emrin e vet. Nga dëshira për t'ia tregu prindërve, edhe dikun edhe 15 minuta kishte seanca për ta përfunduar, ai rrinte te dera që të vjene prindi t'i tregoje se unë kam arrit ta shkruaj emrin. Histori tjetër kena pas prekse ku personi pas shumë vështirësive ka fillu të flas. Histori tjetër është edhe një ku personi ka fillu të ulet, sepse këtu ka shumë rëndësi, se shpeshherë prindërit fokusin kryesore kanë te pjesa fëmija im ende nuk po flet. Mirë, hajde tash analizojmë programin. Programi bazik çfarë përmbëhet me uljen, kontaktin me sy, komandët. Po se ka raste ku ata edhe nuk duan kontakt me sy. Derisa ne nuk e arritmi këto gjërat bazike, ende nuk kemi arritë pjesa e të folurit. Edhe këto janë një histori, domethënë një person në ekstrem hiperaktiv, i shoqëruar nga autizmi, arriti pas 4 muaj përpjekje, arriti të qëndron ulur plot 45 minuta në seancë. Kjo është një histori. Kjo është një sukses për ju. Krenohemi dhe ndjehemi të lumtur. Keni vështirësi, padyshim që po, sidomos 4 muaj duhet të merreni me gjuhën e tij, gjuhën e personit, që mos ta nxjerrni nga kapucët kur thuhet, ja gjeni gjuhën e përbashkët, ja gjeni atë çfarë atë e prek më shumë. Çka ju bën që mos të ndaleni përballë vështirësive? Ajo përballja për mos mu ndal është suksesi i cili ecë, po jo të gjithë e shohin. Shpeshherë sukseset e vogla, po qëllimet e mëdha. Dëshira e madhe, rrugtimi i shpejt. Ne shpeshherë edhe me ekipën, edhe me stafin e kemi diskutuar se është një punë e cila do shumë punë, po pak sukses. Do punë me vite, po sukses me ditë. Do punë të vazhdueshme, por është një thonje e një profesorit Daud Demoku ku e potencon shumë mirë, ku thot dështimi është pushimore drejt suksesit. Edhe ne, ndonjëherë të jemi realista, shpeshherë ndoshta edhe emocionalisht kemi qenë të thyer, por jo të dorëzohemi. Aty është më duket e gjitha problematika nëse ne nuk dorëzohemi në moment që kemi dështuar në ndonjë situatë. Hajde ta morëmi shenjën e shigjetës, edhe shigjeta shkon mbrapa. Por nëse ne arritmi në kohën e duhur ta shlojmi, a thu vallë, ku mundet të godas ajo, tek pika. Edhe ne, këtu duhet të jemi shumë vigjilent, shumë të gëzuar dhe të vetëdijsuar, sepse nuk duhet ta mendojmë të ndalemi. Por unë shpeshherë kam potencu, shpeshherë kam dhënë theksi në këtë aspekt. Çdo sukses i qendrës Vlera është fal stafit tim. Çdo sukses i një emër pozitiv të gjimnazit Ismet Qashari është kolektivi me në krye drejtorinë. Ne nuk duhet ta anashkalojmë këtë pjesën e suksesshme, mos t'i bëjmë marketing ose reklam gjimnazit, po du ta ceki këtë pjesë, pasi që edhe punoj në atë shkollë, profesorët të cilët japin mundin dhe të cilët na vizitojnë veçanërisht gjatë muajit maj dhe qershor, profesorët universitarë nga universitetet të ndryshme na kanë thonë se jeni një gjimnaz që duhet të marrë shembull në nivel republikan. Po çka ndodh kjo? Ekipa. Nëse ne si shoqëri punojmë në punë ekipore, suksesi do jetë padyshim. Individi nuk mund të jetë i fortë. Shoqëria, ekipa e ban individin të ecë përpara. Nëse e vërtet, cili është vizioni më afatgjat i shoqatës Vlera për gjithë këtë kauz tani?
të vazhdon kështu, mos të ndalet dhe të jetë në hap me kohën në problematikët dhe në investimin e mjetëve, duke fillu nga ato mjete didaktike, por edhe në pjesën e testeve, programeve e kështu me radhë. Po mbi të gjitha, të zgjerohen edhe disa aktivitete. Nga qershori i vitit aktual, kemi filluar edhe puna në grupe. Ta ketë mundësi që të jetë shumë funksional. Mos të jetë vetëm edukim logopedik ose psikologjik, po të ketë mundësi, plani radhës është të punojmë puna në grupe me prindërit. Planifikojmë nga viti i ardhshëm, të bashkarisht me ekipën dhe bashkarisht me disa profesorë të huaj, të fillojmë të punojmë me prindërit. Fokusi kryesor do jetë edhe prindërit në këtë aspekt. Dhe për fund dua një mesazh që dua jepni të prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, nga një defektolog, psikoterapeut, nga një mik i tyre, nga një dashamir i të mirës së fëmijëve të tyre. Vlerësoni gjërat e shejta, sepse gjërat e shejta jo çdo kush i ka. Vlerësoni dhe pranoni. Nga momenti që këta prind i pranojnë, i vazhdo deri tek edukimi i hershëm. Por përmes këtyre prindërve kam dëshirë këtë mesazh ta ndëgjojnë edhe e gjithë shoqëria. Mos paragjikojmë. Mos ta shohim një person i cili bën zëra jo normale ose zgaravitje në një market ose në një ambient dhe ne të fokusohemi dhe të themi e ka një prind të pa edukuar. Ai prindi nuk i ka marrë hapet e duhura. E kështu me radhë. Nuk duhet të jemi diagnostifikues, por duhet të jemi bashkëndjenjas. Prindërit e këtyre personave të pranojnë fëmijën në atë gjendje që është, kurse shoqëria t'i kupton prindërit në nivelin më të lartë pa mos paragjikuar. Sepse kohës së fundit kemi dhënë shumë mesazhe të ndryshme, pranoje në atë formë pa mos dashtja analizosh diagnoza. Secili në vete jemi të veçantë, secili në vete kemi një aftësi, secili prind duhet ta shef si një ndryqim atë fëmijë. Kurse shoqëria këta prind duhet t'i shef si gjë të shenjtë, pasi që janë të shenjtë në realitet. Zërberat, unë falemderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, besoj se ata që na ndoqën kishin shumë mesazhe produktive, mesazhe shumë të thella, shumë emocionuese, shumë të sakta dhe koncize që ju dhatë nëpërmjet emisionit tonë. Ne besoj të takohemi në Kumanov dhe në Likov, do vim deri tek qendra juaj, padyshim edhe për të parë nga afër edhe proceset, po ashtu edhe tek shkolla. Ju falemderit shumë, puna shpresoj që mos ju ndalet asnjëherë dhe motivi dhe e gjithë kjo dëshira juaj të shumë fishohet dhe të shifet edhe nga të tjerë dhe të marrin hapat e njëjtë. Faleminderit edhe ju. Është kënaqësi edhe një herë, po e potencoj në fund, sepse po bëni një punë të mrekullueshëm deri tek çdo prind. Faleminderit shumë. Faleminderit.